Pozdrav za prisutne. Sipas agjendës sot gjykata do zhvilloj shqytimin gjyqësor, çështjen penale ndaj të akuzuarve Dragan Milović dhe Zoran Kostić, të akuzuar nga ana Policisë Speciale të Republikës Kosovës në në akuzën numër 44/2023 të datës 15/5/2024 për shkak të veprave penale si në akta konstatojmë prezencën e parë në këtë seancë të pranishëm janë prokuroria e Prokurisë Speciale Florije Saliu Shambolli, i akuzuari Zoran Kostić, mbrojtës në tij avokat Predrag Mirković, i akuzuari Dragan Milović, së bashku me mbrojtës të tij avokat Mahmut Halimi dhe avokat Miloš Delević. Dëshmitari Naim Haliti është prezent? Svedok Naim Haliti, prezent e kemi edhe dëshmitarin që dhe planifikuar që të ndëgjohet sot dhe që të silin dëshmitarin Naim Haliti. Svedok Naim Haliti, Seancët e sotme do të përkthejnë përkthyesit gjyqësor Greta Kusha dhe Albert Butriqi. Seanca sotme do të udhëheqet pra të emit të gjykus. Në qenë se nuk ka kërkesë për përshtimin e gjykata. Mirë. Në qenë se nuk ka të gjykata me reagojim. Seanca sotme do të mbahet e një të është hapur për publiku, njëkohësisht njoftohen pakës mos e tregojnë punën e gjykatës. Përndryshe do të merret veprim me konform dispozitave ligjore në fuqi, varësisht prej cilësisë së faljes në procedurë. Me që jemi në fazën e administrimit provave personale, dëshmitarin e kemi sot prezent këtu. Gjykata po i pyet falës, a jemi të gatshëm që të vazhdohet dëgjimin e këtij dëshmitari? Avokat. Poštovani sude, ne, nismo spremni. Jo, nuk jemi gati. Mi smo sada primili Sepse ne tek tani e kemi pranuar izjavu svedoka prevedenu deklaratën e dëshmitarit të përkthyer pre 10 minuta para 10 minuta që kemi pranuar i smatramo da nam treba vremena da analiziramo ovu izjavu. Që na nevojite kohë ta shtojmë këtë deklaratë. Žao mi je što smo 20 dana izgubili od prošlog suđenja do ovog. Që i kemi humbur 20 ditë nga gjykimi kaluar. Ali odbrana ne može pristati da se ovo nastavi. Ja nuk mund të pranoj që kjo të vazhdohet. Mirë, Dilka është avokat edhe kjo volesë jona për 10 minuta, 15 minuta, sa është ka qenë planifikuar që të zhvillojë seanca? Ka qenë pikërisht për këtë deklaratë? Pasi që sipas prokurorisë deklarata është dërguar në email të gjyqtarit, mi po deklarata realisht nuk është dërguar në email të gjykatës. Na kemi pas kërkesën e ju që të dërgojmë deklaratën, mi po nuk e kemi pas në disponim gjykata. Dhe gjykata tek tani, tek sot. Nga ana e Prokurorisë Speciale ka siguru deklaratën e dëshmitarit të përkthyer në gjuhën serbe. Sido që tjetë tu të gjykues do të vlerësojnë kërkesën tuaj tani dhe do të shikojmë se si do të veprojmë. Po. E ka dhe një kërkesë avokatit. Vetëm një minutë. Mirë, hajde. Përshëndetje gjithëve, ne me kohë kemi dorëzuar këtë deklaratë përkthyer. Po për shkak të disa pengesave do të aty në kompjuterve që e ka. Për mos me e zvarrit këtë procedurë, përkëzimi është faktë të dëshmitarit të merret pyetje nga ana prokurisë. Pastaj mbrojtja në një seancë. Dhe ashtu asgjë ne kemi caktuar vetëm pjesën e paraditës. Ashtu që këtë merret vetëm nga ana prokurisë, pastaj me një seancë tjetër të merret në zhytje nga ana se nuk është në deklaratë shumë faqe që avokati që asaj përkohë nuk ka mundësi me... Mirë, avokat.
bashtu nas kishu mujt me kry pa me pjesa paraditës. Samo prepodne ovo. Propozimi është pa Moj predlog je tako. Mirë, preknešto. Puno ne pored. Pored toga Përveç kësaj, što smo sad dobili. Jo, fillimisht e ndëgjove prokurorin që tha që a mund të filloj seanca, a mund të vazhdoj seanca që Një sekund. Vidim da je ova izjava data që kjo deklarat është dënë 30.5. me 30 prestit To je znači nakon završetka istrage. pas përfundimit të jetimeve. Smatram da uopšte nije podobna, Që nuk është niti svedok, e što me, e udhësë, da saslušavamo ovog që ta svedoka. dëgjojmë këtë dëshmitar. Ja sam poneo sve dokaze koje sam primio od tužilaštva, sve zapisnike. Të gjitha shkrisat të cilat I kam pranuar nga prokuroria, të gjitha proces verbale, Oni svedoci koji su saslušani, oni su ata bili, dëshmitar të cilët janë dëgjuar, ata kanë qenë njihova izjava bila zadnjeg dana na dan podizanja optužnice. deklarata e tyre është dënë ditën e fundit të Jetimit. jetimit para ngritjes së akuzës. Dita ne vrite sa akuzës. A ova izjava je 15 dana nakon podizanja optužnice. Është 15 ditë pas Molim vas da I to imate u vidu. akuzës. Svakako se protivimo saslušanju u bilo kakvom smislu. E kundërshtojmë dëgjimin e dëshmitarit sot. Me lejë shtolla. pak jo. Gjithkërisht, fillimisht po I njotoj palët, se trupi gjykus ka marrë vendim që ky dëshmitar të ndëgjohet e të cilët dëshmitarit këtë çështje penale në seancat e kaluara Krivičnom predmetu na prethodnim ročištima dhe çështja e I të ndëgjohet apo të mos ndëgjohet seancë ka përfunduar me vendimin e gjykatës. da li da se sasluša ili ne, to je Zvaka nuk ka nevojë që sërish të merr vendim. I sud ponovo donosi rješenje. Mbetet ai vendimi I cili është marrë. Ostaje to rješenje koje je doneto od strane sudskog Që dëshmitari të da se ndëgjohet, svedok sasluša, pastaj I lidhur me deklaratat e tij a se në cilën fazë ka dhënë, onda u vezi njegov izjava u kojoj fazi je Gjykus dao vlerëson se sudsko veće proceni će dëshmia e dëshmitarit do të merret para këtij trupi gjykus me da sa. izjava ovog svedoka uzeti se pred ovim sudskim većem. Mirë. Što? Mirë. Avokat. Na edhe në seancën e kaluar I na ku prethodnom ročištu kemi pas një rast tillë me imali avokati smo Mahmut isti takav slučaj sa Edhe advokatom I lidhur me deklaratën që u është vezi sa dhënë izjavom në procedurë paraqake, iz prethodnog postupka gjykata sud nuk ka leju realisht palës të referohen asaj deklarate për shkak se po thonë ovoj izjavi u vezi një po ka leju që dëshmitari të marrë drejt për drejt para trupit je gjykus. dozvolio Na da pyetje. svedok ispitiva Dhe deklarimi I tij para këtij trupi gjykus I njegova izjava pred ovim Vera sudskim si provë, većem no. uzet će se kao dokaz me këtë u shëtim. ovom prepresu. Sido që tjetë mbetni pra Ostajete që ta ponovo lexoni atë deklaratë apo pri zahtjevu da čitate apo mund të vazhdojmë. Pa dash, gjykata nuk ka intencë që t'ju më hanë të drejtën e juaj që ju ta lexoni atë deklaratë. neću da Mi po marrja asaj deklarate pas hetimit izjavu, ali pošto gjykata ta nuk ka izjava vlerë procedurale. uzeta po Peš. nakon optužnice to nema nikakve vrednosti. Sudija, ja sam već napravio
vetë se Ja sam već napravio ustupak tužilaštvu jednom. unë I kam bërë një hap për prokurorin, Një herë. një herë po. Neću to raditi drugi Nuk put. do ta bëj dy herë I këtë. neću više nikada raditi. Dhe asnjëherë nuk do ta bëj këtë hap. Izvinite, nije to zbog vas. A i në gjendje sot vazhdohet pa lexuar që deklarata, po dëshiroj që ta lexoni deklaratën. Ne, ja ne mogu sad, ne znam šta će tužitelj kad pitati, moram da znam cijelu izjavu. Duhet ta di, ta njeh për deklaratën. Mirë, në rregull. Atëherë trupi gjykus do po gjendë një situatë të tillë dhe pa dashje ta mohon të drejtën e mbrojtjes për një mbrojtje efektive. Ndërson se sot nuk do të ketë kushte të vazhdohet me tutje me shqyrtimin gjyqësor dhe i jepet kohë avokatit që ta ketë deklaratën, ta lexojë deklaratën dhe për seancën e radhës do të thirret prapë dëshmitari që të vazhdojnë me dëshmimin. Sipas gjitha gjasat s'kemi Da ostražim punomoćje advokatu Bakiću. Burkjaša. Da revokoj autorizimin e avokatit Berklaç, Jer ne dolazi uopšte. sepse nuk po vjen fare. Mirë. Ke mbrojtje shush dy avokati, ki shush. Do të konsideroj të them se dua ta revokoj, ta tërheqi autorizimin e avokatit Berklaç, pasi që i njëti nuk po vjen në këtë seancë. Në rregull. Avokat pa tjera, ditë tjera nuk kemi prasë të kusë pas afatores tonë. Një majtë nëntorë, dy majtë. Jo. Në 13 paradite. Ne znam što. Te gavimi. Në 17 në to. Maznik paradite kemi Në 18 të na jemi paradite mazite të me 18 nëntor, pas dite. Avokat, përdak? Po, nëse ka mundësi në 19 më mirë, 18 se kam zonë. Ato në 19. Kanë në ndryshon neve. Jo, a? Jo. Nëse mundesh, ose jo, 18 kam shtirë, si kam një seancë javë. ku je Gjahov? Gjakov. Ja s'mundesh. është paraditet procediri, Ja, sot 2 ore, po si është. 19-20? Po, bon. Shumë në kolegë. Më si vetë me të merë. Kur dakordoj me trupin gjykus, pastaj ju pyesëm një, mëso deklaratën. Po, flas me zonë. Na ke problem Hajde. na me vetën ja. Po, edhe këtu banë. Jo, në zonën. Mas dite. Jo. 24 në dorë. Mas dite. Jo e kam. Edhe kështë. Që se dën ta Mas dite. ta rrobë zitin. Po, mas dite. A mune me 24 mas dite, lutem? Në dorë. Nëntor? Prokurori? Avokat? Në rregull. Nora sa? E kemi... Po kemi një. Po, kemi në një të dhe. Qa kena një son. E kemi një na, unë e kam një, bashkë kemi një. Atëherë mbetet data 24 orën 13:15 minuta.
Falem reprezentit data e shqiptimit që komunikuar në proces verbal. Shqiptar, duhet të vini pas ditën me datën 24, a kime qatë? A mund të shme shkru dikun? A do me shkru dikun apo më në men? E manë. Mirë, atë konstatojmë që shkruatimi përfundoi që tani.